Partia opozitare e Maqedonase LSDM ka vazhduar me shpalosjen e siç thon skandalet për krimin e qeverisë së Mickoskit. Në një konferencë për media, zëdhënësi e kësaj partie Bogdanka Kuzevska akuzoi se pushteti vazhdon me, siç tha ajo, skema kriminale për tenderët. Ajo theksoi se i punësuari i dytë në kompaninë që ka fituar tender prej gati 9 milion euro brenda vetëm 6 muajve është Gligor Pocev. Kuzevska tha se Pocev ka qenë dëshmitar në rastin Target Fortesa për shkatrimin e pajisjeve për përgjigje masiv, si punionisi i atëhershëm i DSK-s në periudhën e Sasha Mjalkovit. Ajo theksoi se pikërisht kompania ku ai punon tani ka nënshkruar marrëveshje kornizë me qeverinë për licenca softverike për platformë virtuale. Ko e ftoriot vraboten? Si është e mundur që persona që kanë qenë pjesë e strukturave të inteligjencës të lidhur me proceset për shkatrimin e pajisjeve të përgjigimit, sot sërish të jenë lojë për tender milionësh për software. Zgjidhja e të njëjtave kuadro nga ajo periudhë nuk mund të jetë rastësi. Ajo vlerësoi se skandali me tenderet prej 9 milion eurosh të dhënë një kompanie me vetëm 2 të punësuar dhe formuar para një viti tregon se tek Mickoski po zbaton të njëjtat metoda si në kohën e Nikola Gruevskit edhe Sasha Mjalkovit. Kako to Alica? Metodat janë të njëjta. Tender milionësh për kompani me histori të dyshimt. Qëllimi është pasurimi i partive dhe individëve në krye të pushtetit. LSDM kërkoi që institucionet të zhvillojnë hetim dhe të përcaktojnë përgjegjësi, duke theksuar se këto vepra nuk vjetrohen dhe se, siç tha ajo, përgjegjësi duhet të ketë dhe do të ketë. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme, sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, Aleksandr Sasha Dimitrijevic, theksoi se kompania Digital One e formuar në fund të gushtit të vitit të kaluar me vetëm 2 të punësuar, brenda një viti ka marrë tender me vlerë gati 9 milion euro, siç tha ajo, para të qytetarëve, duke shtuar se të gjithë këta tender kanë qenë nga institucionet qeveritare dhe shtetërore në periudhën nga maj 2025 deri më sot.